Banorët e fshatit të Vërdovës kanë dalë sot në protest pasi sipas tyre prej gati 10 ditësh janë pa ujë të pishëm. Sipas banorëve, në mënyrë të padrejtë ujësjellësi ka prerë furnizimin me ujë nga linja e vjetër, duke lënë qindra familje pa ujë të pishëm. Unë jam 4 veta në shtëpi, mar as asistencë, as kem, as pension, as gjë. Ku do t'i gjej unë 400.000 lekë të paguaj kontratën? Ti do t'i në pyeti të tërë ta burra, nëse ti groj unë në shtet. Ku do t'i gjej? Pastaj unë jam e lidhur me shtetin që në kohë të qefës këtu 46 vite ma shtu. Ku do t'i gjej 400.000 lekë? S'po bëjmë lypë. Ajë në burra, 50 burra në ka dhe fjallën këtu, neve, që tha, do paguani, tha që të hargjoni. Që të hargjoni, kontrata t'u falën. Me atë fjallë, vajti pre ujtë ati. Po t'ishte e kundër, tha, ajë nuk do ashtu. Me të do një televizor, tha, kemi rënë dakord me popullin. Ku ka rënë dakord me neve? Ja ku është ky popull tu që rënë dakord ai ta paguaj me kastën e. Protesta është ndjekur nga afër edhe nga administratori i Buçimasit të Ngjullush Shyti, i cili tha se një përfaqësi e fshatit do të takohet të dielën me kryetarin e bashkisë së Pogradecit dhe drejtorin e ujësjellësit për t'i dhënë zgjidhje këtij problemi. Tani drejtoria e ujësjellësit nuk varet nga kryetari i bashkisë sot, as nga administratori që janë në Buçimasit. Ram dakord me gjithë banorët që janë këtu, që të zgjedhin një përfaqësi të fshatit, duke zgjedhur ju prej 5 vetash, bashkë me kryeplakun dhe me mua. Nesër është ditë pushimi, kryetari i bashkisë është i gatshëm, që nesër ka presi këtë përfaqësi, do lajmërojmë dhe drejtorin e ujësjellësit, jeti i pranishëm, kryetari i bashkisë është i gatshëm që ti presi këtë përfaqësi, ti diskutojmë dhe të japim zgjidhje këtij problemi. Banorët kërcënuan se nëse nuk rikthehet uji nga linja e vjetër, atëherë protestat e tyre do të përshkallëzohen edhe më tej.